Në Shqipëri, sigurimi vazhdon të mbetet më shumë një detyrim se sa një zgjidhje e ndërgjegjshme. Ndërsa shifrat tregojnë një rritje të lehtë të primeve të sigurimit të pronës, niveli i mbrojtjes financiare të qytetarëve mbetet i ulët, sidomos përballë rreziqeve natyrore. Shifrat flasin për një rritje pothuajse 3.3% të primeve të shkruara bruto nga zjarri, forcat e natyrës dhe dëmtimet të tjera në pronë në janar-gusht të këtij viti. Sipas autoritetit të mbikëqyrjes financiare, të dhënat e argëtuara prej kompanive të sigurimit nga ky produkt arritën në 2.5 miliard lekë, ndërsa primet nga sigurimi motorik shohin vetëm rritje. Kjo dhe për arsye se është i detyrueshëm. Prona mbetet një aset që sigurohet vetëm kur merret një kredi në bankë. E njëjta gjë vlen edhe për jetën. Gjatë vitit të kaluar, primi mesatar për frymë ishte vetëm 103 euro, vlerë që mbetet shumë e ulët krahasuar me vendet të tjera të Evropës dhe rajonit. Nga ana tjetër, dëmet e paguara rezultojnë gjithashtu me një rënje më të thellë. Të dhënat më të fundit nga autoriteti i mbikëqyrjes financiare tregojnë se në 11 muaj janë paguar afro 25% më pak dëme se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. E të ndryshe, kemi një zbritje të vlerës totale të dëmshpërblimit nga 658 milion lekë në 490 milion lekë. Nëse bëjmë një krahasim ndërmjet sigurimit nga zjarri dhe forcat e natyrës si dhe sigurimit nga dëmtimet e tjera në pronë, pasi këto shiten si dy produkte të ndryshme nga kompanitë e sigurimit, shohim një rritje me 4.3% të primeve në rastin e zjarrit, tërmeteve, përmbytjeve apo rrufeve, dhe një rënje me 1.7% të dëmtimeve të tjera në pronë, siç mund të jetë sigurimi nga vjedhja e shtëpisë. Të gjitha këto janë dëshmi se ne pririmi të harrojmë shpejt ngjarje madhore si zjarri apo tërmeti, të cilat shpesh kanë sjellë dëme të rënda si në terma të jetës ashtu edhe të pronës.